Rita Orën e pam e stërpam, por si gjithnja, prive ju sjell ekskluzivitete. Skena nga xhirimi i videoklipit e saj, intervista me prindrit e saj dhe shumë çka tjetër i sjellim në storin e radhës. Biznesi i muzikës është ndoshta nga më fitimprurësit sot për sot në të gjithë botën. Të jesh pjesë e këtyre skenave kaq të sofistikuara të një industrie që levëron dollar në vit, padyshim duhet të kesh talent. Deri tani asnjë shqiptar apo shqiptare nuk ka kaluar caqet për të krahasuar me emra të mëdhenj, të jetë pjesë e të njëjtës botë. Rita Ora, emër që është ndruar në ëndrrën e gjithë shqiptarëve, është e vetmja artiste në historinë e toplisë zyrtare britaneze, Official Charts, që merr çmimin #1 single për të tretën herë me radhë brenda vitit. Fenomeni Ora, kufiri i saj është qielli, kështu edhe thon mediat britanike. Karriera muzikore e saj ka ecur me ritme marramense, ndërsa brenda një kohe të shkurtër ka arkivuar një sër suksesesh. Për pak ditë u shkput nga bota amerikane e angleze, kështu për të rikthyer në rrënje të saj.
kishte rëmbyer vëmendjen e të gjithëve, ndërsa komunikimi i saj me publikun nuk mungonte. Fal që kemi prit që kaq shumë. Flok t'i kum dash me botë, t'i kum la flok. Ftyrën që shëtë si otë sosh në rëmaj ftyra. Buz t'i kum mopet. A jeni mirë atë nalë? A kone me pite shka, jeni mirë? Ka qarë për fansat e shumët, është dëfryer pa mas, ka kërcyer dhe vallën tradicionale shota. Teksa po gjiroi videoklipi, aty nuk munguan familja e këngëtarës, të cilët po përjetonin moment paq emocionuese sa vajza e tyre. Ndihemi shumë mirë, shumë krenare dhe shumë të prind posaçëm, masi që Rita vetëm ka arrit sa ka arrit. Mendoj që është shumë mirë për krejt, apo? Është shumë moment i lumtur për ne, Rita, me pas rastin në Prishtinë me bëni video. Kështu reagoi edhe kur u pyet, a ishte në lidhje. Wouldn't you like to know? Jo. I'm single. I'm single qtash. I don't want to be single for the rest of my life. But qtash I'm very single. Pa humbur kohë, Ritën po e frisnin ngjyrimet, edhe pse nuk dihet se ku do të ishte destinacioni i radhës Privez Bulojat. Kamera jon iku për të stacionuar në stadionin e Prishtinës. E aty ishte sekuenca e radhës që Rita do të xhironte për këngën Shine Your Light. Në ulëset e stadionit të Prishtinës ishte i shtrirë flamuri i Kosovës. Sikur nuk mjaftoi vetëm me pamjen nga vendi, Rita Se na pëlqen për ata arsye dhe kena ardhur.
Na pëlqen muzika saj dhe normal është e Kosovës se kena nderin me konë kë. Edhe me qenë pjesë e videoklipit saj që sonde po u gjeru besoj që sonde kë. Erdhi momenti kur Rita po i ngjitej skenës, të gjithë po prohorisnin, e të gjithë po ndjeshin krenar që tashmë ylli i skenës botërore do të këndonte këngën Shine Your Light. Emocionet nuk ishin kaluar vetëm publikun, ato më prezente se kur ishin edhe në fytyrën e Ritës. Atëherë kur filloi kënga, skena shpërtheu me ndriçim, gjë që përpasoi të gjithë organizatorët e klipit të këngëtarës Ora. Rita pasi mbaroi skenën e klipit, vazhdoi me refrenin e hitit Hot Right Now. Publiku i kënaqur përcjelli Ritën duke vazhduar vetë të këndoj këngën. Pas largimit të këngëtarës u vërtetua një gjë që të gjithë ishin mbledhur vetëm për një emër, Rita Ora. Me këtë këngë